Numri i turistëve të huaj që vizitojnë vendin tonë ka shënuar rritje me 5% nga viti i kaluar. Kjo u bë e ditur nga prefekti i Qarkut Korç Nertil Jole në mbledhjen e Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit, që efekti i infrastrukturës mikpritëse të jetë më i madh, duhet rritur bashkëpunimi mes bashkive të Qarkut, tha Jole. Synimi është që tendenca të jetë gjithmonë më shumë rritëse në kuptimin e turizmit gjithvjetor. Patjetër që tendenca është rritëse, edhe të dhënat zyrtare të publikuara nga Instat tregojnë që numri i turistëve të huaj që kanë hyrë në territorin tonë është relativisht më i lartë, diku tek 5% më i lartë se e njëjta periudhë krahasuar me vitin e kaluar. Patjetër që këtij trendi është bashkuar edhe Qarku jon. Është e rëndësishme që bashkitë, edhe Qarku dhe rajoni të koordinojnë dhe të integrojnë politika më të ndërlidhura me njëra tjetrën në mënyrë që efekti i infrastrukturës mikpritëse të jetë më i madh. Ndërkohë janë marrëmasat për mbarvajtjen e sezonit veror. Kemi 7 stacione policore dhe 4 pika kalimi kufitar. Janë përcaktuar edhe personel shtesë për shërbyer në pikat e kalimit kufitar, duke bërë dhe për llogaritjen dhe shqimin e posteve të punës çdo pikë kalimi sipas fluksit lëvizjeve dhe mjeteve në kufi gjatë sezonit veror. Bashkëpunimi me bashkitë, organet e pushtetit vendor lidhje me masat për zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në VKM 649 për miratimin e rregullorës, kushtet dhe kriteret e ushtrimit dhe veprimtarisë stacionit të plazhit, bashkëpunimi me organet e pushtetit vendor, drejtorinë rajonale të shërbimit transportit rrugor dhe agjencitë e tjera për vendosjen e tabelave me numrat e telefonit, shërbimet të policisë, shërbimet e emergjencës, të zjarfikses në zonat e plazheve në rrugët hyrëse darse. Në 4 mujorin e parë të këtij viti është rritur numri i shtetasëve të regjistruar në pikat kufitare, ku krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, janë regjistruar 164.391 shtetas dhe 44.088 mjete më shumë.